Që ftesë më? Si e marrë ftesë ti? Mora po. Ju ka në ftesë për Fatosin? Po, jo, që ftesë? A ju ka në ftesë juve? Ftesë? Fatosin. Ju ka qenë ftesë? Jo, nga ti po marrë vetë, që ka? A të ka ardhë në ftesë ty? Ka qenë Fatosin në ftesë? Jo. Pse? No, pas e linën, po gjysët si pas ka thirë. Po pse kam fillu flasin në për villat, o ka plas drama radhës? Bëm filmove! Grupi me që jena dhe të paftuarit e ditlinjës Fatosit, pse s'bëm një drama, por ti qka? Po të drame, o bu. Na vjoj fje gjakë. Po pse a të interesot ishtë traftu? Ore, s'na interesoj, hiq, po të bëjmë diçka interesante. Ne ja kthem mërzinë atyre, tregojmë edhe një apart. Se po tu kemi kështu si të veçuar, kështu të festojmë edhe ne për shefin tonë. Pse s'bëjmë nej, Pse jo? ku diun, nej live stream nga. Me që do të bëjmë live, ne ja dolëm live? Pse interesantur ishtë dalim live, ne? Që të në shofin ne? Ata me telefon dure gjithkohë? Jo, ta bëjmë shu dhe me sikur përjashtohen nga andale, se Krisi dhe me pushime, nuk ka Jo, ashtu. shohin emisionin e vet live, ndërkohë që ata nuk janë fare këtu. Ta të tre, o të fëja. Të i truri Fatosit. Dhe emisionin për më tepër ta bëjnë ata tjerë. Seriozisht? Kush më? Ata që do vinë pra. Seriozisht? Po më pëlqen Fjori, grupi Shërubi. Dhe pushtu. E bëjmë. Sot jemi në një live, jo si gjithë live-et e tjera, për faktin që familjes tonë të madhe, andaj janë largu 3 personazhe. Është shumë e vështirë për ta pranuar me të drejtën. E pranonte dot. Po tani do e pranoj. S'kam çon. Për kokdate. Unë mendoj se ta ligjet e natyrës një ditë do bashkohemi prapë. Kanë qenë karaktere që me të drejtën janë spikatur. Po ta vini re unë blogën më të klikuarit, duke folur për ca veta që i kënë një ditëlindje, që ishte thjesht një ditëlindje. Nëse kjo vil do ta shikoni në di që muret po i bien sepse 3 shtyllat e saj kryesore, një dopjo shtyllë dhe 2 shtylla teke në Alan. 3 të larguarit, kjo është edhe arsye sepse po mbaj këtë kecin e zi në dorë. Erdhi momenti të zbulojmë 3 të larguarit, tema rradha jote gjan. Ta hapun të parë. Hape, mos e vrit minën. Nuk kam forcë ta bëj. Gjeje forcën, mba mbir dorën bashkë. Ta hapim 4. Një sekond. Kush është? Daj ta shofi çik kështu. Duhet të komë. Është një shtyllë shumë. Jo, kush është ai moderator që do merret me vipat shqiptar më mirë se ky person që na la dhe i. Nxirrem. Është një shtyllë kryesore. Ishte i gjitha një skene shumtuar, do më thënë e bën si vaki, edhe hallva më mungonte edhe... Mund të ketë ngel pak qefe me mënyrën se trajtuam ne tek live, po unë dëgjova ca informacione që dhe tek tavolina ku mungonim ne te ditëlindja Fatosit kishte vënë nga një lule për gjithë ne që mungonim. Personi i radhës. Okej. O babajon. Nuk kam guxim, nuk kam guxim. Kujdes. Kujdes më bën vetë për ti. Sa më duket sikur më flet. Nuk e di si e mban kjo tavolinë gjithë atë. Ata pesh. Vetë e mban. Kape Flori sa shumë i rand, kape të cepit. Kape të cepit Flori. Te 4 cepa. Ky është me vërtet lajmëra. Ky është lajmëra. Jo. Nuk po gjeja shkuën e rojës, se ajo kishte mbaruar të gjithën, duke lyer vetëm një anë të makinës së Xhesit. U mundova me mjete retanore, po ajo është një vepet një. Artemisa Senja.
S'jën të mrekullueshëm, po s'jën të shohur. Po në tjetër. Si jeni? Si mas mortit, si mas. Nga audicionet këtu në studio për të ndarë dhimbjen me ju dhe për të timuar të shëroni këtë dhimbje të madhe. Faleminderit gjëra. Ti do provojsh bashkë me të tjerët për emisionin What the Fuck Show. Është një emision 1 sekond që merret me showbiz. Nuk e di se sa gati jeni ju apo sa të informuar jeni, mos keni emocione, është thjesht një provë, do e shohim sot. Hajde Kisi. Unë i quam Casey, kam ardhur t'ju ngushëlloj pak, por dhe në të njëjtën kohë. Si pas ka zërë qartë të lisë. Na i lek sta latë, se mirë. Me thonë drejtën e vështirë është me fol, Fatosi. se nuk është. Nga jeti, nuk falë kush ka ju kom origin. Në i nga tunat? Nga lushja s'kemi njëri, jo? Problem unë Lucia, dhe ndryshon pa të përshit. Pasha për t'i zi, pa. Kërkoj një familje në Lucia dhe në bisoj mua. Po çfarë ajo i ke dhënë fondoja ime? Një sekond, si fondoja ime aty moj? Më ban, jemi pushuar nga puna, ose na nuk është papi normale, s'është normale, ç'i ke punoni? Po çfarë të thënë ai, do të vini na këtë gjë nga puna, prioritet e ke. Prioritet papi e ke. Po no, papi ti. Po si me ti? Jo. Çfarë jo? Fonda ime aty nga vida. Po si kopa lidhje, çfarë është kopa lidhje? Qa kam thënë? Kopa lidhje. Ikje të tjera drastike nga vida. Ca Dhe dhe socialet dhe një skandale se jesh. A qa kam marrë të rinjë të dashim? Rinjë. Shpëkuj ke? Kush janë ta, moj? Tradicione. Amo borë di hawa. Kush janë ta, mova? Që duke mbushur pijen për qefin tim, vetëm kur shoh notification, andale live. Thash, që e ndodh, orari sportit akoma s'kishte ardhur. Ha, po në shoh, këta këtu, si për varrim, me fotot e të treve aty, ikën MTF-ja. Edhe i kisha parë skutave në përvil, thash, po e bëjnë një që po hajë si janë shok, shoqëri, muhabet e pune. E pas kam pas një gjë, të live-in. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në What the Fuck Show! Sot jemi me një ftum shumë pikant, një që po e ty rrjetin kote e fundit. Një të ftuar me spec. Po, një ftuar me spec edhe tekstualisht me spec në dorë. Ja, sajtë shumë speci. Goni unë në të. Unë të me një nga ta, si në të shëngeti, moj. Po më tra që da më sajnë ka me me solucionar të nisë. Oj, se ta. Pra ne ka një punë që ditën ka. Veç ka që të planifiku, që të sa o më Po zemra janë të studio më të fërë. Po s'ka shansë o zemra. Po jo më s'ma jenë telefonin, s'ma jenë telefonin. Ka të që një të e djaj si që, e djaj. Mos ta prish, mos ta prish me lindje. Po si mos ja prish me kuptonë, me ta në 2 vite të punu si legjet, për e emision që duhet çun marrë ta bësh emisionin më të mirë showbizit Shqipëri, dhe vjen tjetër duhet bëni tip, veni tip. Që njerëzit nuk i din as emrat atyre, kush janë ata me? Ja thej, ta plas, ta pjesën o pakën. Po do, nëse është rasti që sa bëj kështu. Po nuk e di. Po zema, okay, ka lindje. Po si t'ja themi nesër më që të pushu nga puna më rëzëvëndësumi, si, për qa? Për një ditë lindje, do nga robit, të toj rob të vetë. Do me tu rob të vetë. Nuk do rob të tjerë, nuk i do për shok. Që sa kohë se kalua këtë bisedën kështu, nuk e zizo me sa. Do vi këtu të OTF-ja tani dhe do ftojmë vipa akoma më të mdhenj. Nena, Kërkuja të të ka mojë.
Titulli live. Ikë të tjera drastike nga Bila. Fonde tua, të Kristiani, fonde jote, Kristiani të Artemisës. Dhe kanë marrë tre të tjerë. Ministerët në votë të show. Në marrë tre të një audicion, të të bontuar për një provë. Oh, Florit, oh, ma. Çe ka qenë ti? Qa vërë? Qa po? Qa pa shef? Je. Po këtë emisionin tim. Qa isha jo skema dje? Cila skem? Skema Argentine, s'ka 4-2 dhe shka më para Lautaros vëdet. Cila skem? Cila skem? A të lutem, e për që për dje ju? Po qa skeme ishte ajo? E te pru ta Flar, e te pru. Nuk është fara skem, është gallat, se ne prandaj... Gallat? Të dalit e programi që bën ti, dali aty Flori e ka lënë komplet fara, ato ti më ditlinin të në përshqipë. Nuk është vërtet, pra. Që që e ka, në rriti që se ka beso, në rriti që se ka beso. Uri këthe punë, njëse e dhe punë. Njëse uri këthe dhe punë. Për qa? Pra dy që bërë Po të bim gjesi një, bu se një njërë. Ty më gjës, e para një nuk ka shanse me të folun ty më i herë. Për që vjen turpi herë, ka që dëshpëruar për i cop ditlindje? O, Kostjan. Për i cop ditlindje dhe më ngrit mua me 2 gisha, si kur isha e rënë. E pra, shumë e rënda e reo të shumë. Po jo ta shqiptalësh me trupin e atiti. Më intereson fare nëse ke bërë shaka për jo, fare, zero, t'ju vej turp, gaj pari të e fundit. Gaj pari të Ti ke vërtet, nuk ti ke vërtet. Nga di që se ka marrë ashtu kjo. Po jo pra, ti ke gjine dhe nuk bët, nuk bët. Mere jetën në qill, më pak seriozisht. Live fakti ishte i bukur, për që fakti që nga live që ka bërë WTF-ja, ky ishte me klikuar, pikërisht ky që nuk kishte ata të WTF-s, por na kishte ne. Ndoshta tregon që duhet të ketë një konceptim tjetër programi ose një lloj fryme tjetër, nuk e di, shikojeni vet. Ishte ju për qitë në momentin. Po kishte nga ana tjetër do kishte thënë kështu zori. Jo, po kishte nga ana tjetër do kishte thënë. Të lutem. Ti të vish të shatohë komente? Komente për trupin, që shur ke trup ti, Flori, që shur ke trup ti. Po pra tashma atë. Edhe prishtë një dhije. Pak vëmëndje, fricon ditë lidje. Vazhdo mirë me punët e tu. Më të parë mirë me punët e tu. Të shkaj serioze jeta, apo s'ka. Hi! Qa më dhe të lënët? Erat bica onde, me kapin i kam bërë. Hi! Po, apo ti këtu? Sa u leva për gjyrime? Ku i ke? Kosovë, Kosovë. Po të qenë, këtë të gjyrosh? Kam butrindi ka ditëlindjen. Do e di që ke Kristiana. Nga fora, ja? Një qift plus, nuk munda nga fore. Si më shkon emisioni ju? Shumë lodhë, shumë lodhë. Si shkoj episodi parë? Mirë. Normal që do shkoj 4 veta me një episod, si të po. Bashkimi do fushin, Kristiana? Gjithmonë, i mërë kiki metali, është i lumtur. I lumtur është edhe ai në unë. Dhe ti duhet t'jesh ishe pjesë e... Shumë, nuk knaqja shumë. Pasi po morët nga pushimet e mia dhe mi për një episod. Po, mirë se për pushimi ishte edhe atë... Ca ankorë, gjithmonë ke një ankesë për thënë. Qa të bëjk shumë? Edhe gjithmonë aty të rikaseta, në klikimet e Aldit. Te klikimet e mia, Aldi futet pjesë ti me kotë. Unë i marrë gjërat vetë, Aldi do zhurën për herë. Po qa kemi, Aldi kesh për gjyrimin në Kosovë? Për zotin, të ndem shumë. Po mundojmë që të sojmë pak e më bërde e bukur tani? Ju ndi e bërë, po ta prish pamjen energjia keqe. Asiroj energjit keqe. Mi keni shef me fol. Po. Je gati të bëjmë munde? Po, do të lajmë kokën. Me unë mbledhe me fol në pas. Okej. Po, ti të përqen me fol, për ndë një herë të përqen të pasë në sytë gjithë dhe në sytë kamerave. Dhe një herë për të tashë të gjatë për një vetëm. Për derisa nuk i flasin kur jemi vetëm më, s'kam qa bëj. Je i s'po përmenç? Po mua në po. Që ti të në qirim. Qa po në t'i lodhe? Hiç pak. Si ka mundësi sa herë vjen, po është akoma më bukur. Nejsa. Mar Gent. Ema, Po! hajde pak. Ti unë qa keni ju më njaj tjetë në shko. Hello, Fatos. Haj, Qa bërë, si e? Mirë. Dëgjon, kam një ide për Fatostik, për të bërë një episod bashkë, Po. në Tropoj. Shkojnë atje, Mua më pëlqen. e vëm bukur me batuta kështu me veçe popullore. Qa s'ka më po? Okej, Mirë. super, temu për detaje dhe Po, më shkruaj WhatsApp. Thank you. Mirë,
Të di që. Unë të tregova punë, ti direkt e shkoj te Fatosi dhe e pranosh. Po që lidhja kam unë tash? Si që lidhje ka lidhje sa dush. Këtë fakti që unë tregoj diçka, ti do ta vlerësosh, jo ç'është e tjetër. Po, për pjesën e vlogjeve që thu ti, unë dua për shkak në të njëjtën vilinar. Unë dua që të flasësh më shumë. Po jemi në të njëjtën vilinare. Po pra, ja do punojmë. Ja. Po, pardje si isha. Si pardje? Si sa pardje? Po flasim vetëm për sportin, mos na kish kupto. Jo që na nxorre si. A moj di se ku e di ai s'ça? Edhe ta që fiton Argentina. A përë? A po fotoja. Okej. I kema si një Prozova, Agenti si isha? Ka bëndi. Mirë ishte? Dhe mirë, shumë mirë. O lova pak se që ti të shos. Super ndeshje, super atmosferë, super ma... Të bëjse ja. Shqyqyrë që dhe e kanë mirë. Ja po m'ledh fan Gjona ti bëj gati. E mirë, bra. Po, qa do bësh një? Sa do E bësh? që ke shpi. A ulem jam të pi me i birë? A mi më ullem me. Hajzët. O, fanim Oni ju derit. bëftë mirë. Fanim derit shumë. Gëzuar. Zuar. Gëzuar. Ha i pim birat shpesh? Ua, e di qash me bukra. Që unë thash për bira, po nuk di ta pi birën, unë e pi birën si ujë. Nuk e kam qef alkoolin. Po nejse, a të bën në loj? Qalo e, po ku duhet kjo me 2 veta, mos ja fut kall. Qajnë të mos se duhet, ju. Po qa, do bjerë ose mua se ty. Luaj, këtë, këtë. Po provoja Erdhe në ta mos shivaret. Sfid. Shprit tjerë. Sho. 3, 2, 1. Unë ose ti, Ti, do të pysun ty, ne ta po sfid. Sfid, si jam sfiduse. Je sfiduse. Sfida ime është. Me ma. Ose do në pusesh, Edhe? ose... Qa ke, more? Se po të dëgjoj. Ose si në gjomë të dyja, në gjomë të Po të mjone. dëgjoj, ha. Ose do në pusesh, ose do në pusesh. Jo, tashi. Po këtë pra se një alternativ tjetër. Nuk do vendos alternativ tjetër, se ti nuk... Po ti nuk më gjove mi. Po ti se ose do më pusësh, ose do më pusësh. Po ta tjetër, se ti nuk e gjove alternativën e dytë. Se nuk e gjove alternativën e dytë. Okej, po të Se nuk më dëgjoj. letë marrë dhe në Po fol pra se po të ngjoj. Po më gjon tani. Ha, Ose fol. do më puthesh, ose do më puthesh. Kjo është. Birë nuk di ta pi, më dhe të Dhe pi këtë me fund. Vërdet? Jo, re, se sa e pi. Po tash i din në temë. Ore tema, nuk e kupton temën, po luajm. Edhe Po pra, po ti s'po del në do temë. më puthesh. Po nuk mund të më Ja, do më puthesh. Më puth. Bravo, more. Idiot. Mirë. Hajde s'pje birën është dhe Nuk e pi do të birën, do i pish të dy ati. Pije! Pije! Ja. Gishti. Po. Ja, vra shumë. Bravo. Po di aty të drasat. Po ta shërojmë. Si të shërosh ti. Mirë. Letë shërojt vetë, pra. E mirë. Po sa do me për pjesën e vlogjeve? Pjesën e vlogjeve. Po, do punojmë apo? Po ja, pra të punuj, jemi që ke. Po. Direkt. Unë të thonë diçka. Direkt. Që ke këta? Një mirë, hajde. Po pive të dyja birra, do me thënë. Po nuk piva orë një ka birë. Ej! Agenti. Me Agenti po flisim për vlogun. Edhe pastaj ai futet me disa nga ato komplimentet e veta, ju e dini si bën Agenti. Po, se di. Qa të them për Agentin? Shivi plumat, ku jeni? Po si e marë burë, rikësën cët, direkt. Jo marë erë, që po ju letë qete, por atë jeni në momenti juj. Se do punojmë, se më fatosim tha për pjesën e me hik deri me të në tropoj, për pjesën e... Po fatosja s'liri për ditinje, ka dori tash në tjerë për emision. Fut aty të zona Po të futet marë, a fakt kjo gjaj s'tjerë për ditlinje dhe tjerë ka për emision. Po pse bën ashtu për një marë... Amo, qa komplotit të dështuar po bëni këtë herë? Qetë, gështum, për trapoj, po bashkëm i kom të për trapoj. Se i fut gjithë mes, no, Ka në gjithë? vet, po i thoj eshim ftove ti të emisione. Se mos ke nga tru ftesën, këtë dash me tjerë për ditlinje, dhe drejt që po dim qafë. Si nga troju në anën profesionale me ato shëshërë. Ja, dhe ne nga tru. Jo si ti që i përdor era herës, saktë. Jo, e vërtet është që ti. Edhe se kuptoj do me thëmë
pse jeni marrë kaq shumë, pash që kishte dalë nëpër vil duke pyet njerëzit, atë ka ftu Fatosi ajo. O Fatos. Ishte si ato thirrësit e dasmave që vinin atëherë dhe vinin derë më derë. O të lutem, a nuk gjetën dot në një ide më kreative, domethënë janë mbledhur të gjithë bashkë dhe kanë menduar si t'ja shkatërrojmë ditëlinjën. Të lutem është qesharake, ha? Seriozisht. Domethënë i lumt këtyre të rinjve që morën pak screen time, po se kuptoj ku donin dilnin këta mendonin që unë do thoya, jo, të lutem mos e merrni këta të rinjt. A e dini që unë e di që jam i pazëvendësueshëm dhe domethënë nuk e dija që isha kaq i rëndësishëm. Kanë marrë kohë janë ulur, kanë thënë çfarë do bëjmë këtë, do bëjmë atë dhe në fund ditës dolën qesharak. Faleminderit. Ju dua. Po ta them për keq, po ta them me realitetin më të madh, kjo ishte dhurata jonë për ty. Dhe dhuratë e vërtet, nuk është se po ta bëjmë ironi. Kjo ishte, u mlodhëm katër veta, thamë ç'a ti bëjmë Fatosit, t'ja japim një fije kornë vetë se ka ditëlinjë dhe t'ja bëjmë një show për Fatosin. Organizova, e bana, ç'a problemi keni tash se s'po kuptoj? Po vëlla, jam showman, pushim isha, di ç'a të bëjmë diçka e bëm. Kjo ishte dhurata ime për ty Fatos, çik vëmendje nga unë. Love you. Po ti e thirr për emisione, se thirr për ditëlinjë, sikur shkon në Fatos. Ti e merr emën se është afërt me. Po pra si shtove ti Kostianën dhe Artemisën, pas ndodhej ide në emisionin. Si shtove ti Kristianën pasi u zure në reality. Questioni ishte, questioni ishte rastisht atje më. Ti pra që thej, bëj vetë. Jo, unë kam thënë për piu në kafe aty dhe the, hajde Kristiana pi kafe, hajde në program. Po i ka Alvi të lutem. Për Kostioni ke goj ti me fol, ke goj ti me fol, do të ftove emrin, pse të ftove. Ne do t'i të gjithë do vish, edhe ti do vish të emisioni, edhe ti do vish, do të vi dita. Si që erdhi Kostioni, familja ime di, ka 3 ditë që nuk ka buk, kam shku të QSOC-ja, kam basur unë, sepse nuk ka lë buka poshtë, kur menoj se ti s'm ke thirr ditëlinjë, sepse duhet jem edhe unë ty me ju. Ma beso. Ka 3 ditë që bëj vitamina, si e kam trupin në varra Fatos. Ta bëja të madhe do të ftoja, do i ftoja të gjithë. Po nuk e bëra më burr, ishën vetëm 4 starsa nga vila. Njes kemi qenë kurrë të afërt, çka kërkon ti? O Aldi më vjen shumë mirë që më dha ta shumë vëmendje më burr 1 orë live duke u marrë me mua. Nuk e di pse ju dogji kaq shumë o vlla. Se ju dogji kaq shumë që s'keni mirë. Shife, shisi jena bo. Po se di lartë ka apo do të jetë? A është bosh, të më duhet me hik. Po besoj jam se kanë Flori do të më anullu lagën e sportit. Me vërtet? Ori thosha shko, o vlla. E mori thash, Rofi në ditëlindje fton këdo vet, nuk fton gjithë botën. Pse do të jap shpjegime? Amano Fatos, po për zotin kam menduar gjithmonë që jemi familje. Po ne pas pasur gjithë të mëllet. Ne pas që familje degeneruar. Se vini umi Robi për festa amblide. Po jo më ftoj i dheva Robi, nuk ka sllem left. Left do ishte nëse do i ftoja të gjithës, do të ftoja Po ty. ti ke ftuar kameraman, ne pasi më të afërt se ne. Po ndryshe nga ti që sillesh keq me gjithë. E kupton? Po ti kam sill shumë keq, sa keq Po, ty, po pse s'ka keq shpreh? Po, ja do ftova. Unë ta shpreha, nuk të ftova. Nuk të ftova, kaq. Shuar 2 vite që okay, ka pak bife kështu, po kaq të them? Mo nuk kemi relata, më shpirt, nuk kemi relata. Kam ftuar vetëm 5 starsa. 5 starsa, po ç'të them? Do pinim. Tregova vetëm që nuk jam fake dhe të bëj ditëlindje, të ftoj gjithë dynjan, duhet ta bëjmë rating të ngushtë. Sepse ne bëmë leva. Shtu e leva. O Fatos, ne bëmë atë live. O Fatos, ne bëmë atë live. Ne bëmë atë live që me ta bën dhurat për ditëlinjë, mundësi ekonomike nuk kishim, me ç'a të bëjmë diçka t'ja bëjmë Fatosit për shumë kreative. Dhe zonë kreative. Në ëndrrën tonë më të bukur. Nuk e kisha se po mirë Flori, po ma questiona do me të bëhet live se sikur të ishit. Ne kena problem. Sikur të ishit. Unë e shkreta shkruar për punët e mia aty, pas Aldi me ato batutat e veta, thash po ulem po qesh çik. Po këta ku të kapen. Tani unë e kuptoj. E kuptoj shumë mirë. Po vdiqa, s'mbajnë dot më këto shpatulla. O të dështuar për vazhmatjet në Mekët. Ngritët kamerat, harxhoat internetit, bën drejtësimin për ti. Ngritët çuxha. Dhe prap dështuar. Për ju. Po ç'mund keni ju me telefonin aty? Nuk dështuam, ishte UTF, ajo ishte episodi mik. Është episodi tani puk. A Fatos në si përgjithësi një pyetje sa mund për ju. A mani ju përgjithësi të përgjithësi? Mani ju 3 përgjithësi, ju për shëndetin ton psikologjik. Pasi nuk më thirrni kur të shërtuar po si ke harë totën. Aldi, vetëm drejt, nuk paket. Nuk e morë.
Artemis, nuk e nisë live-in e sportit, nuk e nisë, i thosha Flora. Një gjë të sikur ti ishte kreativ dhe në punë, do ishim me sa. O Fatos, Centra jo që ndërprep emisionin o Fatos, Që gjëtje të bë? Kam i kundra argument. Po se ndërprek emision do të pisa autorin çfarë të bësh me vetë autorin. O Fatos, Vetë mondoj, vetë i bëj. O Fatos, kam ti kundra batut për ty. Nëse do ishim aq kreativ në punë, nëse do ishim aq kreativ në punë, do ishim pa. Albi, pse kur O harroma e ripari Fatos. Albi do e ketë problemin e vërtet. Moj mother, pipe një shoqëri vërtet në vitin. Nuk dua shoqe, nuk dua. Më për ty që më mbrosh e Fatosi, do të më mbrosh ti nga Fatosi. Do të më mbrosh Shallu mi lart të post në profil, unë me atë s'kam bërë një muhabet. S'kam bërë një muhabet. S'kam pirë kafe. O Fatos. Qa dash me festuit Turki ishe ftesa aq se ke llafe, do kishte dalë deklinja më e bukur, po ke vetëm llafe. Po pikërisht pra fakti që e bëra ashtu siç e bëra tregon që nuk jam fake. E bëra vetëm me njerëzit e zemrës. Nuk jeni në zemrën time o vlla. A po punon. Po na çmenën, po çfarë më Ua, si me marrë vëmendje. Po edhe ne ja bëm dhuratën e ditëlindjes Boshnet. Po kujt e i? Sa bukur. Ku po shkon? Marrë me ka. Kam gjenë në Kosovë. Ku e ka? Me vëtrinë. Po pse të marr valizë sa gjyza shtëpis apo? Shqyqyr se ke vazhdu të po na tregon e gjami kësë janë. E po tani jo në picën e po. Qenë ka dash bo debati ma fara. Më që kishte jetë shumë mirë emisioni. Faleminderit. Pse keni spunë montazh, kameramane? Jo, po ç'ke ti, marr veshën. Si me në vesh? Si hapet kjo vajt. Mirë. Faleminderit që ishe pjesë e emisionit. O, zot, ke mësuar ti, shkollin në shkollë? Çka ka ndodhur me ty që të faleminderit? Shkollë kam qenë gjithmonë kësë janë, po në shkollë mësa duke si shestim në atë lloj etike që flet. Hera parë që nas po faleminderit. Kështu është kur bashkëpunojnë njerëzit. Po gjithsesi do ka shumë pritshmëri si. Uroj që ma kthesh në një ditë. Siç ta kam thyer kësë janë gjithmonë, edhe ti kur ke hap emisionet e tua, aty kam qenë për ty. Ti kam marrë telefonin, ndryshe nga ti. Mirë, po se ndoshta dhe je për rrugë. Faleminderit për respektin. Qa? Kam punë nëse në shef. Ciao ti. Për zotin, si mund t'jenë njerëzit kështu? Bëjnë çdo gjë. Si drama Janë të habitshëm fare. nga Aldi deri te gjithë tjerët. Pse s'të robit knaqe dhe të vit prishit nesër me gjithë ditën se këta i teket bëjnë budalliqe. Se ndjen keq. Po nga nisi. Pse i the Aldit që Fatosi më ka ftuar mundi tinja, Pa ti qenë terezi fare. Unë i thash që si do rriun me Xhesin në të njëjtin vend, aty ku na ka ftu Fatosi, kaq i thash unë. Edhe ai më tha çaftese. Po çaftese pra, po ku e dija unë, a dinte as dinte gjaldi. Unë e kisha hallin te Xhesi se kisha menjen për të tregu për ftesën tate. Dëshmërimi mund ta ketë thënë dhe ajo. O zemra, okej, po tani ju e dini si janë Se e kishe të fsheti, e kishe të fshetit ligjë, po e të çfarë vërtet mendje më Është logjike që do ftoj atë, burse boj emision pavarësisht çdo gjë. Ora, okej, është logjike që do ftoj atë, po dalin këto dhe prapet llafi, pastaj si ç'bën ato që bën, që na dhan vëmendje. Shumë mirë bëri ços bulu. Emisioni më i drukur, e kupton, humor me WTF. Si sa dhe mund të zëvendësohen, por jo ne ama. E vërtet. E kupton? E vërtet. Njerëz Po, jo, unë këtë nuk ja fal, se ishte shumë e shëmtuar të futesh të vetja. Më parë u duk sikur secili gjeti grupin e vet. Një ndarje e pastër, elegante, pothuajse civile. Sa bukur apo jo. Vetëm se jeta në vile ka zakon të mos i lër kurrë gjërat kaq thjesht. Sepse edhe kur grupet formohen, brenda tyre lindin nëngrupe. Dhe kur nëngrupet fillojnë të mendojnë se janë në konkurrencë, atëherë kupton se një vil mund të jetë plot njerëz dhe prapë të ndihesh vetëm. Por ndoshta kjo është forca e tyre më e madhe. Edhe pse vetëm do të duhet një pikë të mbledhin forcat. Jo sepse janë bërë papritur të butë, por sepse puna i lidh ende për të njëjtin qëllim. Ui, pas kam pranu vlog. Pas sukseset Alit dhe Krisel më në fundi kemi. No, des fare. Sa ngjyrë do vesh sot? Po, ku di unë, qa gjej aty në garderop, po kemi vesh gjithë. Qa është kjo? List?
Vlogs. Do bën si përfundim. Kesian Artemisa. Oh. Okej. Ç'ke për shtatësh? Mirë, se kam problem fare, bëj, po... Doli shpreha ime. Për s'te shoqe. Më se kam fare problem Artemis nëse bëj për vete, po... Si shë edhe për Gocin luftoj për vete, se janë vete aty. Po, për Gocin e knaqet tim, atë që the atë ditë. Me zgjë, po ç'a ishte Kristian? Se me thënë drejtë, nuk s'ta kam thënë, se më duk pak e tepërt, po me veten time nuk ka ardhur që e ke thënë. Po që ti ke punu për Gocin, ti ke punu për basket, Po, është vërtet. E vërtet, po unë nuk kam dalë të ta hedh ti poshtë. Unë se kisha me ty fare, ti ishe beti indiferent. Ti dole me flamur, o Kesana, the sa të jem unë këtu, se keti një emision në xhep, nuk e mbyll. Kush tha që doja unë ta mbeta Gocin? Po ti ishe indiferente totalisht ndaj Gocit. Jo, unë isha indiferente kur bëj fjalë për emisionin tim për cilin nuk doja të tregoja, për emisionin tim të ri. Je pa Gocin, nëse ti s'do të luftosh, jo, Kesana, fakti që ti dole në mes të gjithëve dhe më the sa ti unë gjallë se nuk e mbyllun Gocin do apo s'do ti, më hodhe poshtë mua gjithë punën kolosale që kam bërë për Gocin. Ti që ti punuar për Gocin. Po, këtë pas them, po unë nuk e kam hedhur poshtë. Dhe të them bellë, jam shumë zhgënjur nga ti. Unë jam shumë zhgënjur dhe di pse them nga ti, jo se kam pritshmëri nga ti, po unë mendoj që ti je një vajzë shumë punëtore dhe ambicioze dhe unë gjithmonë ta kam thënë, po, por unë duke ditur që ti unë nuk të prek kur tek pika e dobët që është puna. Dhe në mes të gjithëve, as më tepër në mes të kamerave të them që atë që bëre ti. Pra pas skenat. Aty ku perdja bie dhe pa pritur asgjë nuk është aq perfekte sa duket para kamerave. Sepse, po, ndoshta na pëlqen të besojmë tek grupet, tek aleancat, tek versionet e bukura të miqësisë, por pra pas skenat na tregojnë një të vërtetë më të thjeshtë. Nuk ka grupe të plota. Ka starsa që rrin vetëm, derisa puna t'i mbledh sërish në të njëjtën skenë. Dhe ndërsa secili ruan me fanatizëm bukën e vet, andale di gjithmonë si t'i kthej përsëri në një sofër të përbashkët.